Të dashur me që jemi përsëri bashkë, tashmë ora po shënon 8:07 minuta dhe me rritjen e temperaturave në fakt edhe qytetarët gjejnë një kohë gjatë ditës që të dalin qoftë për aktivitete në natyrë, qoftë për një ecje, qoftë ndoshta për kalimin e kohës me pa diçka të bukur, megjithatë edhe gjatë kohës që kalojnë në natyrë shpesh herë hasen në gjarpërinë e që nuk hezitojnë i fotografojnë, bëjnë video të ndryshme, shpërndajnë në rrjetet sociale, qoftë si formë informimi, qoftë si formë shqetësimi që kanë ndje, por që në përgjithësi qytetarët fillojnë edhe alarmohen. A kemi të drejtë në fakt të alarmohem? A është një situatë për të shqetësuar apo jo? A është prishur ekosistemi i kafshëve me të cilat kemi bashkëtu, por që i kemi pas më larg nuk i kemi pa, apo tash vetëm teknologjia ka ndiku? Gjitha këto ne do t'i diskutojmë bashkë me fotografët, po ashtu edhe tashmë gardianët e mbrojtjes së natyrës, që ka ardhur ky titull nga Ministria e Mjedisit në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Në studio e kemi Lulzim Demaj, ndërsa në një lidhje me Viber e kemi Arjan Mavriqin, i cili na lajmëron tash nuk e di nga tereni diku, po do ta kuptojmë se ku saktësisht mundet me qenë. Kështu kemi diskutuar një herë me Arjanin, tash të shohim ç'është ka mbet. Mirëmëngjesi, mirë se na ke ardhur Lulzim. Mirëmëngjesi Agnesa, mirë se u gjeta. Mirëmëngjes Arjan, kënaqësi që po takohemi, se di nëse je në shtëpi, se tash po i shoh edhe disa mjetet punës mbrapa apo kemi dalë në terren. Po, erdha në shtëpi për arsye të internetit të sigurisë më të madhe për të kuptuar. Përshëndetje Agnesa, faleminderit për mundësinë, përshëndetje për shokun tim Lulin që keni në studio. Është kënaqësi që i kemi që të dy këtu. Atëherë, Arjan, për mos me të mbajt shumë gjatë në telefon, po e fillojmë bisedën me ju. E keni vrejt edhe ju, po besoj këtë shqetësimin e qytetarëve, ndoshta edhe në rrjetet sociale ku i shfaqen gjitha këto fotografi dhe video të gjarpërimve. Si shihni ju këtë? Po, kemi vrejt edhe është po shtohet numri ditë më shumë i njerëzve të cilët i njohin tashmë gjarpërinë në Kosovë, numrin e tyre, edhe normalisht nuk duhet të jetë absolutisht as pak shqetësuese sepse ata janë habitatet e tyre, ne jemi në, si të them, në rrugë tona edhe nuk duhet marr kur gjë alarmante për shkak se nuk ka gjarpër që shkon për ta sulmuar njeriun, pra thjesht ajo ndodhet nëse ne pa dashje e shkelim dhe natyrisht gjarpri reagon. Edhe pra nëse flet për 3 lloje për tyre që janë helmues në Kosovë, ndërsa të tjerët nuk janë helmues dhe nuk duhet as të brengosemi fare, por megjithatë e mirë është që nëpërmjet organizatës tonë Wildlife Albanian Photographers apo fotografët shqiptar të jetës së egër, çdo ditë më shumë njerëz kanë mundësi të njohin me këta gjarpërinë, si duken ata helmues, sa lloje janë, çfarë të bëjmë nëse ndonjëherë ndodh të kafshohemi nga këta gjarpërinj, që mos të krijojmë asnjëherë pra panik. Po është e mirës pra që ditë më shumë njerëz po shpërndojnë njohuri, jo vetëm se për gjarpërinë, po edhe për kafshët e tjera, sidomos në habitatet e tyre natyrale për kafshë të egra, e dikur nuk ishte pra ky realitet, sepse kishte më pak informacione, ndërsa tash po them fal fotografëve, ornitologëve, biologëve, zoologëve dhe të tjerë, mos i përmeni të gjithë dashamijet e natyrës ditë më shumë pra informohen dhe është mundësi shumë më e mirë për të pasur informacione më të sakta. Po, Lulzim, Arjani përmendi që janë 3 lloje në Kosovë që janë më të rrezikshme. Cilat janë ato, edhe ka ndonjë specifik që edhe ne mundemi me vrejt këtë dallimin prej të tjerëve me ditë prej kujt me urujt? Po, si që cekë edhe Arjani, në Kosovë kemi 3 lloje helmuese që janë, më thonë që ekzistojnë në vendin tonë, cilat mund t'i hasim thujse në ambient, sidomos natyrë. Ndërta është më helmuese është vajpera amodetis ose në përka.
si të them, po haset kohëve të fundit, po haset thuajse në çdo ambient. Duhet kemi, si them, të kemi kujdes ndaj tij, ose të shikojmë vendin ka ecim. Ta teki një rast specifik, unë dje isha në hiking, isha në Majën e Gjeravicit dhe në Shteg, takova një vajpera Amoditis. Gjo që mu duk pak e çuditshme në lartësinë biletare cilën ishte, se zakonisht në atë lartësi janë dy llojet tjera të vajperës, vajpera Ursini dhe vajpera Berus, të cilët janë më pak helmuese vajpera Amoditis, por thjesht u takuam, ajo vazhdoi rrugës vetë unë times, kështu që... Nuk reaguat, nuk e keni kap, nuk keni prek diçka gjarprin edhe veç keni vazhdu? Neve edhe pse zakonisht jemi non-stop, jemi natyre dhe takohemi non-stop me ta, unë për veti nuk e preferoj me kap as këta që janë helmus, apo edhe ata që nuk janë helmus, sepse më mira është t'i lem ata në rrugën e vetë, në habitatin e vetë. Kështu që e preferueshme është të mos preken, ose të mos tetohet që të kapën me dorë, sepse edhe këta jo helmus në instiktin mbrojtës tentojnë edhe kafshojnë, por nuk është që sjellin ndonjë dëm. Po, e kuptoj, mirë është kur dalim natyrë ecem edhe me dikët që e një natyrën edhe me dikët që nuk u friksohet këtëre gjërave që ndodhen apo kafshëve të cilat mundemi pa prit me i pa të tjerët apo të panik të tjerët? Jo, ishim vetëm dy vetë, ishim pjesën e fundit grupit edhe vetëm dy vetë. Ai shoku ishte mbrapa me, kështu që unë vetëm e informova që kemi një gjarpën kështu, po jo, kalum, ai vazhdoi të rrugën e vetë në tonën edhe... Po, Arjan, po e theksojmë tash e disa herë që ata jenë në habitatin e tyre, për në anën tjetër edhe ne të është ta jemi të habitati duke ecë, apo në fakt jo e theksuar që nuk duhet pas shqetësim, po videot e shumë ta kur i shohim video dhe fotot të cilat ndohen ndoshta qoftë në pashtë që qëndrojnë më shpesh afër ndoshta edhe betonit, jo vetëm tek pjesa ku nuk pritet bare edhe mundet me qenë një lartësi pak më të madhe, a duhet tash këtu të kemi shqetësim, apo qysh duhet të kemi reagimin tonë? Po, Agnesa, edhe ne po themi që bashkë me Lulin, mikun tim aty dhe shumë të tjerë, nuk duhet të ndihemi tash sikur s'po ndodh asgjë dhe t'i kapim këta gjarprinë për duar, të luajmë, sepse jo, Zotin na ruaj, domethënë këta informacione as nuk duhet mendohen, pra sepse megjithatë kemi të bëjmë me një gjarpë për helmus, më helmuesi në Evropë, në për Kamebri apo vipera Amoditis, siç e theksoi Luli, por që nuk është helmi njëjtë me helmin e Black Mamba të Afrikës apo Australian Taipan i Australisë që vret njeriun me sekondë ndoshta, pra zotit fati i jonë i shqiptarëve të Kosovës edhe i nacionalitetit në përgjithësi, po edhe të gjithë në Evropë është që nuk e ka për atë fuqi, po megjithatë nga ky helm rrezikohen më shumë njerëz të cilët e kanë një moshë më të theksuar, fëmijët, ata të cilët kanë smundje kronike. A duhet me reagu me njëherë, me u afru afër qendrave, apo me reagu ne në vendin e ngjarjes? Nëse ndodh kafshim, po mendon? Po. Jo, fillimisht është më rëndësi të kuptojmë që duhet të qëndrojmë të qetë, pra domthonë mos ta bëjmë kiamet kështu me përdorat shprehjen popullore, sepse edhe ashtu për shkak të helmit rrohurat e zemrës rritën pak më shumë, nëse i vetit i jep panik, edhe më shumë vet jashton, kështu që qëndroj qetë edhe mundësisht mos prekni plagën sepse kanë qenë dhe informacione shumë të Zotin na ruaj, nuk e di ku i kanë marrë, jo me thith helmin, me gjuhë, me nxjerr kështu, ose ku diune me shtrëngu dorën me një rrëp ose me një... Do të thotë këto nuk duhet bërë, se kështu i kemi mësu në një kohë para disa vjetëve, kështu kanë qenë ato reagimet e para se çka mundemi me e bo. Është gabim, është informacioni i marrë gabim, ne kemi fol me infektolog, me njerëz të cilët e dinë eksakt se çfarë duhet për, pra qëndroni eventualisht ndonjëherë mundeni thjesht me një pëlhur, diçka të pastër, vetëm se me majt plagën pak, kështu sa për mos me
mos me i rondo një plohë nëse që apo dino, ose eventualisht pak me ujë me lagë, me ujë të pastër, po që më smiri e mirat, mirës është po them, për shkak se nuk kemi të bëjmë një helm që vret shmehon njerëz në sekonda, pritni aty derisa të vi ndihma e shpejt nga doktorët, mjekët më të afërt të ambulantës, më të afërt, të cilët janë në fundit të thirrur për të reaguar në kësi raste, për çfarë na duhet vetëm thjesht të qëndrojmë të qetë edhe të presim ndihmën e parë. Po, çka mendoni Lulzim, pse tash i shohim ndoshta më shpesh, apo vetëm po i shfaqem në rrjetet sociale më shpesh? E kam fjalën edhe si qytetar. Po tash edhe mundësia e teknologjisë, rrjeteve sociale dhe si them edhe ndoshta edhe informimin pak më i madh i qytetarëve. Po shohmi çdo ditë më shumë, po shohmi video dhe fotografi të ndryshme të takimit me Gjarprin në ambijente ndryshme. Siç e ceke edhe ti më herët, i takojmë ndoshta edhe në borë, në mure, shtëpiave apo këto. Në këto raste, vetëm duhet kemi kujdes që mos t'i prekim. Sepse largohen ata vetë ose një farë mënyre, apo këto nuk kemi rrezik prej këtyne Gjarprinve, sidomos prej këtyne që i hasim zakonisht në shtëpia, të shkallët apo në përbari, sepse është bolla e shtëpisë që është totalisht jo elmuse dhe në farë mënyre instinkti i kafshëve dhe i Gjarprinve shkojnë atje ku ka mundësi për ushqim më tepër. Do thotë pak a shumë shërben ashtu që është thonë edhe si mbrojtje e shtëpisë, që i mbron edhe prej kafshëve të tjera ushqimin të cilin. Po, aty deshta dalë sepse bolla e shtëpisë zakonisht ushqehet me minë, edhe si them është një mbrojtësi juni nga mbrejtësit e ndryshëm, sidomos prej minëve. Po mund të hasim edhe në Gjarprin me gush, është koronella austriaka e cila është totalisht jo elmuse sepse ushqehet vetëm me insekte dhe me gjitar të vegjël, me minë të vegjël. Mund të takohemi në ambientet, kam fjalën gjithmonë në ambientet e shtëpisë, mund të takohemi edhe me Gjarprin e barit ose natrix, ose Gjarpri i ujit. Këto janë, do më thonë, po nuk është edhe pamunde që të mos takohemi me vajperën. Zakonisht, identifikimi i saj na bëhet me atë bririn që e ka mbi hunë. Edhe ne i themi në që është ma specifike prej të tjerave. Edhe tash neve ndoshta i kemi edhe informacionet edhe i identifikojmë letë, por Gjarprinët mund të... Nuk besoj që kësha pas ku me shikuaj, ka brirt as i ka brirt. Kisha ikë, veç me thone kom pa një Gjarpën që aty dikon ku dole, edhe... Po more, tash edhe prej njerit, edhe prej fobisë të personave cilët mund të kenë, disa kam fobi ndoshta edhe më të madhe. Disa ndoshta nuk kanë, por... Te këto identifikimet neve kemi ma letë, ndërsa qytetarët i kuptohet që nuk kanë asë informacion ose asë mundësi që t'i identifikojnë. Po... Unë ma dje dhe çuditëm kër isha dhe video, foto. Në momentin pra që i shkrepin gjatë kohës kër Gjarpri është duke lëvizë. Po një video ishte më para disa ditësh, ishte kam po në rrjetet sociale, kam po një Gjarpër i cili kalon të në përloj rafime të mive dikun në parqet. Në parkun e Tag Bashës ka qenë një po ashtu i tillë, javës së kaluar, ku kalon të afër aty tek lodrat e fëmijëve, e që këtu zakonisht janë më shqetësuese, sepse në momentin që ne dalim në natyrë, shpesh disa qytetarë zgjedhin qoftë të afrohen tek këto lodra, qoftë në kafe apo të tjerët që shtrojnë diçka dhe ulen. Për andaj këtë duket edhe pak si më e rrezikshme për shkak se është një teren më i rrafsht, jo ndoshta ndonjë lartësi më e madhe ku ka predispozita me po. Po zakonisht kur i shoh këto video se këto foto, mundohen na më shpjegu që mos kem panik, apo kupton në bos komenteve, në bos adin, mos panikohen sepse ajo që e poshtë në atë video ishte një bollë e shtëpisë cila është totalisht e parrezikshme, por themi ka rrugë rruga nena dhe ka kalu asajde.
Po nuk do të thotë që qytetarët të shohin edhe të afrohen ndaj tyre nëse nuk kanë informacione të bollshme si cilën në raport me ta. E kuptoj. Arjan, mendon që pak e kemi prish edhe këtë natyrën, vendin e të rehabitatin, ekosistemin përgjithësi, edhe prandaj ndodhen edhe gjërat të tilla ku shpeshher jo vetëm Gjarprin, po shohim edhe kafshë të tjera, madje edhe Arin duke u afruar në zona të ndryshme të Kosovës duke u afru deri tek shtëpitë e qytetarëve. Po natyrisht kur shqetësohen habitatet tyre, kur ndërtohet gjithandej në parqe të mbrojtura pa leje, digjen qindra hektar pyje nga kriminal të cilët nuk e dojnë këtë vend, kur hudhet mbeturina gjithandej, kur dëmtohen, shkatërrohen këta lumenj, atëherë ata dolin për kontrolës, nuk e dina zvet mandej se çfarë të bojnë, po mos harroni ka diçka dhe një ndikim që e kam has që shtëpitë e braktisura, mos punimi i këtyre tokave bujqësore, pra edhe shtëpitë braktisura, edhe në lokacionet ndryshme ku nuk ka njerëz të cilët kujdesen për kopshtet e tyre, për atëherë do të rritet bari sa më shumë dhe kjo është një mundësi më mirë, më ideale që të vinë Gjarprin. Për shembull, lokacionin ku jetoj unë kam nis këtu afër hallës sporteve, është një pjesë ku interesante nuk mirëmbohet shumë bari, apo nuk kosit ka pjesa le të them përballë hyrjes nga ona e majt, edhe kom pas që aty gjithmonë ka Gjarprin edhe të cilët shkiren nga makinat prej që e moj men që më thonë vetën, sepse, po e them, derisa nuk pritet ajo pjesë, nuk pastrohet nga i bari madh, atëherë ata ka një mundësi shumë të mirë që përmes barit të depërtojnë mandej edhe në brenda në salla sporteve, apo sepse vitin që shkoj une pa ta kontribu direkt shkova dhe shptova një gjarë të llojit të bollës, pra, cili ishte fut brenda në sallë sporteve për ti natyrisht për shkak të minive që mund të ndodhen brenda objektit, edhe ai shkon për ti ngrën aty, po që njerëz nuk e dinë, përbën panik për ta, po që po them, edhe kjo lun një rol që i ka shumë herë të madh për mandej që Gjarprin të vinë shumë afër zonave ku edhe njerëzit jetojnë. është mëse vërtet kjo që po e thua Arjan, tash për fund edhe të regon atë lutëm qysh po është puna në teren, specifikisht po del për një kafshë të caktuar, apo të shohim qysh po shkon tereni edhe çka po shef, qysh po shkojnë këto kamuflimet që zakonisht i bën. Ju e dini që unë jam dhe autor dokumentari i jetës së Egër, edhe natyrisht ndodh punë çdo ditë jam teren, sepse kjo është orari im i punës, është natyrë. Unë dal të marr xhirime, sidomos tash pranë verë dhe verë kur kthehen shpend shtektar nga kontinenti afrikan ai aziatik e kështu me radhë, du të shfrytëzoj maksimumin për të marrë xhirime sa më të mira nga tereni. Edhe, po pra, duke ditë se është punë e imja, unë jam tereni dhe falë Zotit e shohim një përmirësim të gjendjes, tashmë dhe si gardian natyrës që jemi me Lulin dhe shumë të tjerë, ndikojmë direkt edhe në ndryshimin e perceptimit të mendjes tek njerëzit për kafshët, sepse kur është përmend përpara një gjarë për helmues, atëherë njerëz nuk e kanë ditë as rolin e tyre në ekosisteme, pra nuk është vetëm se ka helm, po që kontrollon mjaft mirë edhe popullatën e brejtësve, hardhucave kështu me radhë, pra e kryen një rol megjithatë edhe vipera moditis, kështu që po është në rëndësi që mos t'i mbajmë këto informacione apo këto njohuri vetëm se për vete, po t'i ndajmë me popullatën për atë sodim, po them deri në limitet ku ne gëzojmë të flasim, sepse mandej vjen puna kur ne duhet kontaktojmë ornitologët, zoologët, speleologët, e kështu me radhë, për t'i marrë informacionet më detajzuara mandej për t'i ndarë me juve. Por do të thonë, po, jemi të kënaqur që po kemi mundësi sa më shumë e çdo ditë thuajse të marrim informacione të reja, të ndajmë me juve dhe kështu të gjithë së bashku po të kontribuojmë seriozisht në ruajtjen
e faunës, ruajtjen e këtyre habitateve të cilet janë shumë të rëndësishme edhe për vetë jetën tonë. Po, Arjan, faleminderit shumë për kohën edhe gjitha këto informata, po ashtu të përgëzoj që edhe detyrën apo këtë pozitën e re me çujtje keni marrë me kaq përgjithësi edhe për me informu qytetarët, po në anën tjetër edhe me pasuru botën e egër përmes dokumentareve, qoftë librave, duke shtu dhe duke pas një uri edhe në të tjerët se çka ekziston në Kosovë. Kënaqësi që ju patëm këto. Faleminderit shumë Agnesa, faleminderit këtë vës që gjithmonë na fton për këto intervista që është shumë e rëndësishme, domethënë për popullin nga studiot televizive të ndajmë përvojat tona. Faleminderit shumë dhe përshëndetje. Gjithashtu faleminderit, pash një ditë sa më të mirë. Lulzim, çu shkon zakonisht një ditë juaj? Ariani tha që nis në teren dhe është në orar të punës. Tutje jo, tregona për fund? Neve pas Ariani, siç e dim të gjithë, Ariani është mirët vetëm me dokumentim edhe me prezentim të jetës e egër dhe të natyres. Ne që kemi një punë primore, atëherë jemi pak me... Për zakonisht vikend, a? Zakonisht vikendet, ose kur kemi një ndoj ditë pushimi, kështu që dalim. Kjo është, do më thonë, përditshmëria jonë. Mundohemi me ato kapacitetet që kemi, mundohemi edhe të prezentojmë diçka të reja dhe të informojmë qytetarët edhe banorët e këtij vendi që për ato të mira që i kemi për rreth nese që na rrethojnë, ndoshta ka shumë cilët edhe ende nuk e kemi zbuluar apo nuk i dim që ekzistojnë. Kështu që pritet dhe kjo pastaj patjetër që na nevojitën fotograf të tillë, të cilët njohen edhe dim për botën e egër, fotografojnë botën e egër edhe në anën tjetër edhe na informojnë një të tjerëve. Theksova Ariani qoftë përmes dokumentarëve, videove të ndryshme të cilat i ndohen, po ashtu edhe duke shtu diçka informata e ligjërata të ndryshme të cilat shpesh herë i ndohen edhe me të tjerët. Kënaqësi Lulzim po ashtu që ju po ata në emision. Faleminderit edhe për kohën që ke ndohet dhe gjitha këto informata. Ishte edhe ju, ju faleminderit për mundësinë dhe për ftesat që na i bani non-stop për të prezentuar njohuritë tona në lidhje me natyrën edhe jetën e egër. Faleminderit. Faleminderit e ju.